Ky emision përmban vendosje të produkteve. Përshëndetje shikues të çka ka me hangër. Sot kemi vendosur me përgatit muffins. Për muffins na duhen këta përbërës. Na duhet tërshër, qumsht, jogurt, kanell ose cimet, mjalta, krip, kemi ekstrakt të vaniljes, pluhur për gatim, na duhen 2 vezë, 2 banane, si dhe mundëm me shoqëru me çka do që kemi në shtëpi ose çka do që dëshirojmë ne. E para çka kemi me bo është i marrim bananët, shipen ndihmon. I qërojmë. Kjo është receta e Gonxhës, kështu që kam ma pak informata për të, po sidoqoftë. Është një specialitet që unë e përgatis shumë shpesh, se është shumë i shijshëm, edhe është dietal, preferohet për ata persona të cilët kanë dëshirë me majtë trupin në vi. Si one për shembull. Po, edhe une. Kemi me i shtyp bananët. Na duhet këtë veza, jo veç e bardha, ose veç 2 vezë e kuqja. Edhe tjetra. E këto pra përzien. Tash i vendosim përbërësit të tjerë. Tash përbërësat këto të ndihmojnë e Gonxha. Vendosim cimet. Apo kanell. Na duhet kripa, krip kuzhine. Na duhet mjalt. Po mjaltën po e qesim në këtë formë për shkak që është pa. Okej. Kemi ekstraktin e vaniljes. Pastaj pecivën, që është shumë e rëndësishme. E vendosëm edhe pluhurin për gatim. Këto përzihen, disa ta marrin në mas të njëjtë. Tash e vendosim jogurtin. Duke e përzier kështu. Mjafton. Pastaj tërshërën. Duke i përzishëm e ditë edhe është mjaftueshëm. Duhet me përzi shumë në mënyrë që këtë përbërësit me u shkundo edhe me bashku me zvete. Po që është shumë thjesht me u përgadit. E mësova tash procedurën çdo javë më të. Në fakt me përgadit shumë shpesh edhe i marrë gjithmonë në punë me vete. Është perfekte për ata persona të cilët nuk dëshirojnë me hangër ushqim jashtë, por që marrim me veti në punë. Tash e vendosim edhe pak qumsht, po jo shumë. Mirë është, mjafton, faleminderit. Po më duket që tash është e gatshme, edhe po e vendosim në forma. Format janë katrore, po, sipas dëshirës, por që na kemi vendosur me qenë këtë formë kësaj radhe. S'ke nevojë me i mbush shumë, shkak se kjo kur qëndron në temperaturë, ajet ashtu vetë. Mundemi mi dekoru me çka do që keni në shtëpi. Mundemi nëse është sezona e verës edhe me dreza ose me çfarë do fruti tjetër. Është shumë edhe më mirë nëse i keni në kopsht, janë të freskëta. Edhe qesim disa lajthia. I vendosni sipër. A mi prej lajthia të Gonxha? Qysh do që ki qef, nëse të dhimën, mund është mi prej. Jo, s'o dhimën. Po që s'ki nevoj gjitha me mbushim. Okej, 2 copa për mbushim e lajthia. 2 ashtu avan. Edhe pse unë kam qef pak me boni xharamani të ngjyrave, më pëlqen kështu më duk.
ndryshe, për syni ma bukër. Edhe kam duket që ka mbet edhe një, po ka edhe shumë në pjatë këto. E përdorim në shta herën tjetër, kur këto t'janë të gatshme. Më duket që janë të gatshme. I duhen dikon 30 minuta, ndërsa temperatura 200 gradë. Jam bërë gjysmore, kështu që po besoj që muffins është i gatshëm. S'ka rrit në pjek, tamam qysh duhet. Veç pak. Unë s'muna më duru ka marrë një. Lirë është, veç që mësë është shumë Nxehtë. ngratë, kështu që kujdes. Po i vendosim në ngjyrat e ndryshme. Është shumë e nxehtë, veç ndoshta është dash pak as më lani ftohtë, si do qoftë. Është e gatshme, ju bëf mirë.